Përshëndetje, ku jemi këtu me një temë shumë të rëndësishme, një temë ku do flitet shumë për sa i përket pikërisht kësaj dite, bazditë të rëndësishme, sepse tani që është plotësimi i ndikimit të madh të hënës së plot në aksin shijetar-binjak. Do thotë që kjo hënë e plot në ata që mund të ndryshojë gjithçka në çdo aspekt të jetës. Hëna e plot në shijetar në 31 i 5-2026 hëna që hap horizonte dhe sjell ndryshime të rëndësishme për 4 shenjat që janë më të ndikuara në fushën e ekonomisë, në fushën e ndryshimeve të tjera që do të kemi. Muaji maj mbyllet me një nga momentet më të rëndësishme astrologjike të kësaj periudhe. Hëna e plot në shenjën e shigjetarit, e cila formohet në ditën e sotme në boshtin binjak shigjetar pas një muaji me tensione, lodhje, emocione dhe shumë ndryshime energjish. Kjo hënë vjen për të sjellë zbulime, reflektime dhe nevojën për të parë më qartë në të ardhmen tonë. Boshti binjak shigjetar lidhet me komunikimin, informacionin, dijen, udhëtimin, studimet dhe mënyrën se si shohim botën përreth nesh. Për këtë arsye, gjatë kësaj periudhe, shumë njerëz do të ndjejnë nevojën të ndryshojnë dhe jo vetëm kaq, por të largohen nga rutina që e përditshme dhe të marrin gjërat seriozisht për planet afatgjat. Është një hënë që sjell lajme, diskutime të rëndësishme, kontakte të reja dhe mundësi për të parë situata që deri tani është apo kanë qenë të paqarta. Kjo energji favorizon shumë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën, ka të bëjnë me blerje, me shitje, sepse shumë prej nesh mund të ndjejnë se ka ardhur momenti të lëmë pas situatat që nuk na përfaqësojnë më dhe të fokusohemi në diçka më të madhe, më të rëndësishme dhe më inspiruese për jetën tonë. Një hënë që shpërblen përpjekjet dhe durimin. Hëna e plot në shigjetar formohet në një kënd harmonik me Saturnin dhe Plutonin, duke sjellë mundësinë për stabilizim, rezultate dhe shpërblime për ata që kanë punuar seriozisht gjatë muajve të fundit. Saturni kërkon disiplinë, organizëm dhe jo vetëm kaq, sepse organizimi dhe përgjegjësitë, një organizim i mirë sjell diçka të madhe. Plutoni sjell transformimin dhe ndryshimin e madh. Kjo do thotë në shumë njerëz që mund të kuptojnë më qartë se çfarë duhet të ndryshojmë gjatë jetës ose vazhdimësisht në këtë periudhë. Megjithatë, kjo hënë kërkon edhe kujdes. Entuziazmi dhe optimizmi i tepërt mund të çojnë në vendime impulsive ose pritshmëri më të mëdha ato që neve i presim dhe mund të themi diçka më tepër se ç'duhet. Kjo do thotë organizim dhe qartësi. Koha për të parë nga larg, energjia e shigjetarit na shtyn të mos mendojmë vetëm për problemet e momentit, por për të ardhmen tonë në përgjithësi. Është një periudhë ideale për plane profesionale, studime dhe seminare, udhëtime, kontakte me jashtë, ide të reja, ndryshime në mënyrë të jetesës objektive afatgjat. Shumë njerëz gjatë kësaj periudhe mund të ndjejnë nevojën të ndryshojnë drejtimin dhe të provojnë diçka të re, ose të largohen nga situata që kanë lodhur shumë çdo çështje lidhje me punë, lidhje me karrierën ose çështje të tjera që kanë lënë pas dore. Por vallë, cilat nga shenjat ndikohet më shumë? Më të ndikuar në kjo hënë e plot do të jenë binjakët, virgjëresha, shigjetarët dhe peshqit, sidomos të lindur në fund të dhjetëdhjetit të parë dhe në fillim të dhjetëdhjetit të dytë. Për disa prej tyre, kjo periudhë mund të sjellë vendime të rëndësishme, zbulime të ndryshme dhe mundësi të arta. Duke pasur parasysh një nga mundësitë më të mira sepse kanë bëjnë edhe me lidhje me takime, për shembull bisedime të rëndësishme, ka të bëjnë në lidhje me një punë që keni pasur probleme ose nuk e keni zgjidhur aty ku duhet dhe vjen momenti tani për të arritur atje ku dëshironi juve, sepse gjithmonë kur kemi një hënë të re, kemi një hënë plot, por kjo hënë e plot është pak ndryshe nga të tjerat sepse na jep më tepër mundësi, më tepër korrektësi në ato që kemi, por punët e mira dhe stabilizimet jo vetëm se vlerësohen, por paguhen. Dhe kjo është një nga diçka më të madhe, një çështje shumë e rëndësishme që do të kemi tani e tutje. Megjithatë, edhe pse kjo periudhë ka qenë një periudhë mjaft ndikuese dhe për sa i përket ndryshimeve të mëdha dhe punës, është një nga ndikimet edhe karrierën që lidhet edhe me çështjet e financave. Por ndikimet më i madh që do thotë në një këndvështrim, sepse më të ndikuar që ka të bëjnë në lidhje me fillimet e reja, na kujton se fundi është siç e themi gjithmonë, kjo hënë na kujton se çdo fund është një fillim i ri. Na kujton se duhet të kemi besim tek vetvetja dhe të mos kemi frikë nga ndryshimet, të guxojmë të shohim nga larg ajo që kemi jetuar deri tani. Dhe kjo do thotë ndikime shumë të mira dhe tepër pozitive në vazhdimsi.
dhe është periudha dhe koha mjaft i mirë dhe tepër pozitive në ndryshimet që neve do të kemi. Kjo është si hyrje përsa përket kësaj hëne ku shumë gjëra, mbi 70% do të thosha unë, kanë bëjnë me punë, kanë bëjnë jemi dhe 3-4 ditë. Nëse do flasim 3-4 ditë do jenë më tepër në ndikimin dhe favorizimin e madh që vjen drejt punës, drejt karrierës, drejt ndryshimit madh që keni tani në tutje edhe kështu me radhë, janë gjërat që do të arrin majat në fushën e takimeve, të bisedimeve dhe jo vetëm. Në çështjet që lidhen me një person të rëndësishëm për shembull, ose do të bëni një blerje dhe e keni caktuar më përpara dhe është koha tani për të dhënë një kapar dhe për të pritur për gjërat e tjera që do të diktoj. Tani, para se të fillojmë me 2 mëshëret zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodh sekretaria për t'ju ndihmuar për gjërat që ju dëshironi, për gjërat që ju keni në çdo aspekt dhe jeni të gatshëm për të dërguar një mesazh ose të shikoni se si mund të abonoheni, atëherë e dërgoni mesazhin, gjithashtu emailin tek sekretaria dhe flasim bashkë pastaj nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve dhe doni të dërgoni një mesazh, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për drejt përgjigjen. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Hëna e plotë në shigjetar formohet përballë shenjës suaj dhe ndikon drejt për së drejti në marrëdhënie personale, profesionale dhe në mënyrë se si lidhen me njerëzit të rëndësishëm në jetën tuaj. Kjo hënë nuk ndikon vetëm në ditët përreth datës 31 maj, por për shumë prej jush mund të hapë një periudhë të re, një kapitull të ri që zhvillohet gjatë muajve të ardhshëm, sidomos nëse jeni të lindur në fund të 10 ditëve të parë dhe në fillim të 10 ditëve të dytë. Kjo është periudha ku do të kuptoni më qartë se cilët nga njerëzit janë vërtet pranë jush dhe cilët marrëdhënie nuk mund të vazhdojnë më tutje. Mund të ndjeni nevojën të vendosni kufi, të sqaroni situatat, apo të merrni vendime që lidhen me partneritete, bashkëpunime apo marrëdhënie me njerëz që ndikojnë fort në jetën tuaj. Energjia e kësaj hëne ju shtyn të shihni më larg dhe të mendoni më seriozisht për të ardhmen tuaj. Mund të lindin mundësi të reja në lidhje me udhëtime, studime, kontakte, projekte të rëndësishme profesionale dhe plane afatgjatë. Jo vetëm kaq, por dhe njohje të rëndësishme. Nëse ndodheni në një marrëdhënie që ju mbështet dhe ju frymëzon, kjo periudhë mund t'ju ofrojë më shumë dhe të forcojë lidhje mes jush. Nëse një marrëdhënie ju lodh emocionalisht ose ju pengon të ecni përpara, atëherë kjo hënë mund të sjellë distancim dhe sqarimet që mbyllin ciklin dhe hapet një rrugë për diçka më të mirë. Për më shumë të juve të shenjës të dashur të 30 diqve, kjo periudhë sjell edhe nevojën për të besuar më shumë tek vetja dhe tek aftësitë e juaja. Është momenti që të tregoni idetë, planet dhe vizionin tuaj pa frikë dhe pa u ndalur nga mendimet e të tjerëve. Megjithatë, duhet të tregoni kujdes me njerëz që reagojnë negativisht ndaj planeve tuaja ose të përpiqen t'ju kufizojnë emocionalisht apo profesionalisht. Nëse shihni disa ose e shikoni se si funksionojnë gjërat dhe nuk i mbështesin në rrugën tuaj, mos u lodhni duke i bindur. Vazhdoni përpara me ato që kuptojnë vizionin dhe energjinë tuaj. Kjo periudhë ju ndihmon të kuptoni kush është aleati juaj i vërtet dhe kush ka interesa krejtësisht të ndryshme nga tuat. Kujdes, duhet të tregoni në lidhje me punën tuaj të tepërt. Ritmet e ditëve që mund të jenë të forta dhe për disa raste mund të ndjeni stres apo tensione të madhzakonisht. Përpiquni të jeni më shumë kohë për qetësi, pushim dhe organizim emocional. Nëse dielli juaj ndodhet nga grada 6 deri në 13 të dashit ose keni ascendentën në planete, tek dashi, binjakët, virgjeshët, shigjetari, peshqit, në këto grada, atëherë ndikoni më fort nga kjo hënë. Ka diçka shumë të mirë pikërisht kjo hënë e plotë. Po çfarë ka? Ka sepse nga njëra anë sjell momente në fushën e dashurisë e kam, sepse po të vjen re shenjat e zjarrit që kanë një bashkëpunim shumë të rëndësishëm me shenjat e zjarrit, siç janë luanët, edhe diçit të tretë, shigjetarët edhe diçit të tretë, por gjithashtu me shenjat e tokës,
siç janë demi, virgjëresha, por njëkohësisht edhe bricapët. Ka një mundësi shumë mirë për sa i përket disa ndarje, po të vini re ky muaj, domethënë në 15 ditët e fundit të muajit që kanë pasur ndikime shumë të mëdha për të zgjidhur çështje problematika më të ndryshme, por vjen një moment tani që juve e zgjidhni. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi mbi gjërat që juve keni. Edhe pse këto ditë janë shumë të rëndësishme, vini veshin, mos e lindni pas dore. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, një shenjë që vërtet është ndikimi dhe rrezatimi më i madh, ndikimi të madh të kësaj shenje në dashuri dhe në ekonomi, kjo do thotë shenja e demit. Hëna e plot në shqiptar aktivizon për ju çështje që lidhen me emocionet, marrëdhëniet e thella, financat dhe situata që deri tani nuk i kishte të ku duhet. Kjo është një periudhë që mund të sjellë zbulime, sqarime dhe vendime të rëndësishme, sidomos nëse jeni të lindur në fund të dhjetëvishit të parë dhe në fillim të dhjetëvishit të dytë. Kjo hënë ju shtyn të shihni më qartë se cilat nga situatat ju japin siguri dhe cilat lodhin emocionalisht. Shumë prej jush mund të ndjeni nevojën të mbyllni një kapitull që ndryshon mënyrën se si lidhet me të tjerët ose vendosni kufit më të fortë në marrëdhënie personale apo profesionale. Në planin ekonomik, mund të lini diskutime apo zhvillime që lidhen me parat të përbashkëta, detyrime, kredi, investime apo bisedime, kontrata të rëndësishme që kërkojnë më tepër kohë. Kujdes, është e rëndësishme që të mos merrni vendime impulsive dhe të analizoni mirë çdo lëvizje financiare gjatë kësaj periudhe. Megjithatë, kjo hënë ka edhe një anë shumë pozitive për juve. Mund t'ju ndihmojë të çlironi nga situatat që kanë mbajtur emocionalisht të bllokuar dhe të shihni më qartë çfarë dëshironi në realitet për të ardhmen tuaj. Për disa të shenjës së demit dhe ditës së parë dhe ditës së dytë, kjo periudhë mund të sjellë edhe një afrim më thellë emocional me një person të rëndësishëm ose një njohje që do të ndryshojë mënyrën se si ndiheni. Nuk diskutohet, nuk vjen dyshim, sepse të 30 ditët kanë mundësi, sepse energjia shqiptare ju shtyn që të mos qëndroni më tek frika dhe pasiguria e së shkuarës. Është momenti të mendoni më larg, të besoni më shumë tek vetja dhe të organizoni plane të rëndësishme që lidhen me stabilitetin dhe të ardhmen tuaj. Nëse keni të bëni shumë që ndjellin ose keni ndikime të mëdha në lidhje me anën ekonomike dhe paran, do të keni shumë ndikime të mëdha, sepse nëse keni diellin në 6 deri në 13 gradë tek shenja juaj ose ascendenten apo planetet në shenjën tuaj apo në binjak, virgjëreshe, Qetar, Peshk, këto gradat do të thotë ndikohen shumë mirë në këtë hanë të plotë, sepse është mundësia mjaft e mirë. Por dashuria e munguar, problematika që keni pasur në fushën e dashurisë ose një çështje ligjore, në fund nuk e diskutoj, është momenti dhe koha më e mirë e mundshme për ju që jeni në diasporë për shembull. Ka një mundësi shumë mirë, por lidhjet afatgjatë janë me Akrep, Ujor dhe Luan të ditës së tretë. Ku është mundësia, është në koha dhe vendimet që mund të merrni, sepse nga njëra anë ju i keni dhe mundësitë ose kohën e duhur për të nisur gjërat të mëdha në lidhje me ndryshimin e madh, lidhje me ato çka jeni, ato çka keni për punën tuaj, dhe është një mundësi shumë e mirë për sa i përket arsyes dhe ekonomisë. Megjithatë, kjo është një periudhë mjaft e mirë, sepse edhe një kapar që nuk e keni marrë, nuk morët për atë çka juve bët blerjen dhe një pasuri paluajtshme, por vjen një moment tani që juve e gjini mënyrën dhe komunikimin, nuk e diskutoj, nuk e vë dyshim, është momenti më i mirë i mundshëm tani e tutje. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft pozitive, tek një shenjë që vërtet është dita juaj, mbasditja juaj, që do të thotë shenja e binjakëve. Hëna e plot në shqiptar formohet përballë shenjës suaj dhe ndikon drejtpërtërdet në marrëdhënie personale, profesionale dhe në mënyrë që ka të bëjnë në anën dhe në ndikimet më të mëdha, sepse kjo është një nga hëna që lidhet me njerëz të rëndësishëm në jetën tuaj. Kjo është ndikimi më i madh, shumë i rëndësishëm për këtë periudhë që mund të sjellë zhvillime dhe jo vetëm kaq, por do shikoni ndikime të mëdha në ditët që do vijnë, sepse në ditët që do vijnë keni mundësi në lidhje me punën, lidhje me karrierën dhe jo vetëm. Sidomos nëse jeni lindur
në fund të 10 ditëve të parë ose në fillim të 10 ditëve të tretë ka diçka shumë të madhe për ju çështës e binjakëve. Shenjat e binjakëve gjatë kësaj periudhe do të kuptojnë më qartë se cila marrëdhënie kanë vlerën reale, cila mund të vazhdojnë në të njëjtën mënyrë. Mund të lindin sqarime, diskutime apo vendime të rëndësishme që lidhen me partnerin, bashkëpunime apo njerëz që ndikojnë fort në jetën tuaj. Kjo hënë sjell një energji rinovimi dhe ju ndihmon të ndryshoni mënyrën se si shihni dashurinë, marrëdhëniet dhe bashkëpunimet. Nëse ndodheni në një lidhje të shëndetshme dhe të sinqertë, kjo periudhë mund t'ju ofrojë më shumë dhe t'ju forcojë lidhjen mes jush. Nëse një marrëdhënie ju lodh emocionalisht ose nuk lejon të ecë përpara, atëherë kjo hënë mund të sjellë distancim, mbyllje të këtij cikli apo një fillim krejtësisht të ri. Për më shumë prej jush mund të lindin dhe mundësi të rëndësishme profesionale, një bashkëpunim i ri, një marrëveshje apo një kontratë mund të zhvillohet gjatë kësaj periudhe dhe të krijojë kushtet më të favorshme për të ardhmen tuaj. Është momenti të tregoni aftësitë dhe idetë personalitetin tuaj pa pasiguri, pa frikë dhe pa gjykimin e të tjerëve. Energjia e shigetarit ju shton të mendoni më larg akoma, sepse mund të organizoni më shumë dhe me seriozitet plane që lidhen me të ardhmen tuaj profesionale. Megjithatë, është e rëndësishme të kuptoni kush ju mbështet dhe realiteti që juve keni, sepse në disa njerëz tregojnë negativitetin nga vetë si persona, ose jeni në një punë dhe doni të ndryshoni, të shkoni në profilin tuaj. Dhe kjo do të keni kujdes, mirë është disa gjëra t'i bëni në fshehtësi, në thojza, jo të ekspozoheni, sepse një punë mund të dali diçka e re në profilin tuaj dhe nuk është e nevojshme ta marrin vesh të tjerët. Ndikimi më i madh që ka të bëjë në këtë hënë të plotë është momenti dhe koha e duhur për gjëra të mëdha që ndikojnë, rregullojnë, stabilizojnë dhe jo vetën, sepse është mundësia, është koha dhe vazhdimësia. I keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur këto çështje sapo thash. Megjithatë, binjakët kanë në fushën e dashurisë kanë pasur një problem, kanë pasur probleme peshk të ediciit të tretë, ku në këtë drejtim peshqit zakonisht e kanë me binjakët sepse kanë disa keqkuptime, do ta thosha unë. Nëse flasim për binjak peshk, binjak virgjëresh, është koha e ndryshimit, po gjithsesi, meqenëse juve keni përballë shigetarin, ku ndodh në shigjetar, është koha juaj, është ajo që startoj tani se dëshiroj dhe adhuroj në lidhje me mënyrën, mundësinë, kohën, vazhdimsinë dhe gjërat e tjera që do të ndikojnë në këtë fushë. Por megjithatë, është një nga momentet më të mira, më të arta për sa i përket çështjeve të mëdha, për sa i përket ndryshimeve të mëdha dhe jo vetëm. Prandaj bini pas mos e lini pas dore, sepse një lidhje solide ju çon në vazhdimsi, por edhe njohje, keni njohje, ju çon në martesë, është koha më e mirë e mundshme për gjërat të mëdha që do të diktojnë dhe do të ndihmojnë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft fitimprurse, ndikuese, rrezatuese në ato që ndodhin dhe çështje të mëdha që do të keni tani atutje, ku mënyra dhe mundësia që keni të bëni me ekonominë, keni të bëni me punë, keni të bëni me karrierën, keni të bëni me disa ndryshime të tjera mjaft të rëndësishme, që kjo do të thotë gaforja. Hëna e plotë në shigjetar aktivizon për ju çështje që lidhen me përditshmërinë, punën, ritmin e jetës dhe mënyrën se si kujdeseni për veten tuaj, fizikisht dhe emocionalisht. Kjo është një periudhë që mund t'ju bëjnë të kuptoni më qartë se çfarë ju lodh, çfarë ju streson dhe cilë situata nga mund të vazhdoni me të njëjtën ritëm. Sidomos nëse jeni të lindur në fund të 10 ditëve të parë dhe në fillim të dytit, kjo hënë mund të sjellë ndryshime dhe vendime të rëndësishme, sidomos në 10 ditëve të tretë i kësaj shenjës së gafores, këtë periudhë do të ndjej nevojën të organizoj punë dhe të marrë një diçka të re dhe ato ndikime që ka pasur më përpara, probleme nga më të ndryshmet, duke se fshihen nga memoria juaj. Mund të lindin zhvillime në punë, ndryshime në rutinë, përditshmërinë dhe jo vetëm. Të 30 ditësht të kësaj hëne të plotë që do të thotë në gafore, do të thotë ndikime, do të thotë favorizime dhe mundësi të arta. Dhe diçi i tretë që ka dokumentacione me jashtë, ka të bëjnë shumë dhe lidhet shumë me këtë ndikim dhe është një nga mundësitë më të arta që mund ta nuk e diskutojmë këtë vendyshim sepse është koha më e mirë e mundshme për stabilizimin dhe konkretizimin e gjërave të mëdha, pasuri e palujtshme. E kemi thënë dhe e themi me të madhe.
kur e themi gjithmonë që kemi thënë në vitet të tëra dhe në fillim të vitit që do vinë një moment lidhje me tokën, lidhje me pasojat paluajtshme, keni kujdes, sepse do vinë një moment që do ktheheni dhe nuk do ju që keni shitur ose ju që mund të shisni pasojat paluajtshme. Pra, janë ca gjëra që nuk është në të mirën dhe po e shikoni e vet, por gjëra do jenë shumë herë më mirë në një kohë të afërt për mundësinë dhe kohën e duhur mbi gjëra që do të keni. Ndryshimet që do të keni, mundësi që ju jepen tani tutje, në planin profesional që mund të lini mundësi të reja apo ndryshime, është momenti dhe jo vetëm kaq, por ka të bëjnë në fushën e dashurisë, keni pasur disa ndarje, se çka që janë për shembull me peshët dhe diçit parë, me dashët dhe diçit të tretë, keni bashkim dhe nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim, sepse kjo hënë e plot është mjaft e fortë dhe mund të fshi nga memoria disa gjëra që keni pasur probleme me persona të tretë, është momenti juaj tani që t'i zgjidhni. Lidhjet që kanë bëjnë për gaforet që do thotë gafore ujor, gafore dash, gafore virgjëresh, është momenti më pozitiv dhe më perfekt i që ndonjëherë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, që do thotë shenja e luanit. Ndikimet dhe favorizimet që kanë bëjnë me këtë hënë të plot, miqtë mi, të kësaj shenje, duket se hëna shigjetar është më pozitive dhe më e rëndësishme për ju, pasi aktivizon sektorin e dashurisë dhe krijimtarisë, emocionin, mënyrën se si shprehni veten tuaj. Kjo periudhë mund të sjellë zhvillime shumë të rëndësishme në jetën sentimentale, në punë, në karrierë, marrëdhënie personale, por edhe projekte që ju japin frymëzim dhe kënaqësi. Sidomos nëse jeni të lindur në fund të 10 ditësh të parë apo të tretë, keni ndikime shumë të mira, sepse kjo hënë mund t'ju hapi një kapitull të ri në jetën tuaj. Shumë luan për jush, gjatë kësaj periudhe do të ndjeni nevojën të jetoni më intensivisht dhe të shprehni ndjenjat tuaja të afrohen më shumë me njerëzit që duan vërtet. Nëse ndodheni në një lidhje të rëndësishme, kjo hënë mund të forcojë marrëdhënien dhe të krijojë më shumë afërsi emocionale dhe lidhje me punën. Nëse jeni të palidhur, mund të lindë një njohje re që do t'ju emocionojë dhe të ndryshojnë një herë e mirë jetën tuaj, sepse lidhet me familje, lidhet me të ardhmen. Energjia e shigjetar që ndihmon të rifilloni një punë të re, të besoni tek vetja, mundësi të artë që do të keni dhe pasiguria që keni pasur dikur, duke se tani është momenti mjaft i mirë, sepse plani profesional dhe personal mund të lindin dhe ide të reja dhe çështjet më të mira që do të keni tani tutje, dhe kjo është ndikimi më i madh që do të keni ndonjëherë. Në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur probleme me ujorin dhe me dashin, por duket se tani e zgjidhni një herë e mirë këtë problem, sepse koha është mundësia, periudha që ndodhin fenomenet, dhe kjo do të thotë një nga momentet më të mira dhe tepër pozitive mbi ndryshimet dhe vendimet që merrni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, me ujor të diçitet është perfektja dhe jo problematike. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft pozitive, një shenjë toke, kjo do të thotë virgjëresha. Përgjithësisht i virgjëreshës duket se hëna e plot në shigjetar aktivizon për ju çështje që lidhen me familjen, shtëpinë, jetën personale, stabilizimin, emocionet, dhe kjo do thotë një mundësi shumë e mirë, sepse është shumë e rëndësishme për juve që jeni në krijesë të krijoni një familje dhe jo vetëm kaq, por keni edhe mundësi të arta duke pasur parasysh ndikimet, marrëdhëniet mes njerëzve të afërmit dhe ndihmesa shumë të mëdha. Sidomos, nëse jeni lindur në fund të 10 ditëve të parë, në fillim të dytit, kjo hënë mund të sjellë vendime dhe ndryshime që do shkojnë shumë larg në anën tuaj, në pozicionin e planeteve. Por gjithashtu, shumë virgjëresha gjatë kësaj periudhe do të ndjejnë nevojën të sqarojnë situatat familjare, të vendosin kufit, emocione dhe mund të mendoni seriozisht për gjëra të mëdha që do të keni. Mund të lindin diskutime të rëndësishme në familjen tuaj, sepse ka të bëjnë shumë me një pasuri të paluajtshme, ka të bëjnë shumë me disa gjëra që juve jeni në anën tuaj më të mirë të mundshme. Lidhje me kjo virgjëresha dashur keni kujdes. Mira është ta shikoni, ta keni parasysh, sepse do lidhni me shtëpinë një zhvendosje, një çështje pronësie apo organizimin
e jetës personale, sepse kjo ndihmon të kuptoni qartë çfarë doni të bëni, ku doni të shkoni. Ju keni në diasporë, për shembull, keni lëvizje, se po bëni gati 6 muaj që doni të merrni një shtëpi nga shteti për shembull. E keni mundësinë ju vetë çështëvërjeshës, dhe kjo është një nga mundësitë më të mira. Keni qenë bllokuar 3 muaj të kaluar. Mund të kuptoni se është momenti të lini pas problematika që keni pasur. Kurse në planin profesional është diçka mjaft pozitive, sepse kjo mund t'ju ndihmojë të organizoni më mirë objektivat e juaja, punën, karrierën, ndryshime të mëdha. Kurse në çështjet shpirtërore, një gëzim shumë i madh që vjen tek juve. Do të keni një pasardhës shumë shpejt, sidomos me peshk, sidomos me gafore, sidomos me shigjetarët e 10 diçit parë, ku ka indikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv. Dhe kjo bën që t'ju ndihmojnë jashtë mase në këtë aspekt, sepse është koha juaj, është ajo çka juve keni, çka juve doni të arrini në këtë aspekt. Por gjithsesi, bashkim familjar e keni me akrep, mos e humbisni, një të palidhurit, kanë indikim shumë mirë me binjak të 10 diçit të tretë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, krijuese dhe jo vetëm, që do thotë shenja e peshores. Ndikimi dhe favorizimi që ka të bëjnë për ju të çështjes së peshores, ndikimi më i madh është që kjo e plot aktivizon për ju sektorin e komunikimit, kontakteve, lëvizjeve, mënyrën se si shprehin mendimin dhe dëshirën tuaj. Kjo është një periudhë që mund të sjellë lajme të rëndësishme në punën tuaj, në karrierën tuaj, një lidhje shkëputur, do bashkoheni, diskutime, takime dhe zhvillime që do të ndihmojnë të shihni më qartë gjatë jetës suaj. Gjatë muajve të ardhshëm, sepse nuk është vetëm për sot, nesër ose 3-4 ditë, por është gjatë gjithë muajit dhe muajt që do vinë, sidomos se jeni të lindur në fund të 10 diçit parë, 10 diçën e dytë dhe në fillim të 10 diçit të tretë, kjo mund të sjellë vendime të rëndësishme që do të ndikojnë fort tek ardhmja juaj. Shumë peshore gjatë kësaj periudhe do të ndjejnë nevojën të flasin më hapur dhe në situata të vështira ose të lëna pezu, duket se tani i merrni seriozisht. Mund të lindin kontakte të reja, bashkëpunime interesante apo lajme që do t'ju ndihmojnë të shihni ndryshe në çështjet që ju ka shqetësuar gjatë periudhës së fundit. Kjo energji, ndikimi më i madh të favorizimit që do të keni tani atutje, është një kohë e mirë, është koha më pozitive që ndonjëherë në lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimet. Jo vetëm kaq, por megjithatë kjo tregon dhe kujdesin dhe premtime të mëdha që do të keni, por janë premtime që janë të realizuar, sepse ndikimet që kanë të bëjnë, kjo ndihmon të kuptoni qartë prioritetet e juaja, dhe jo vetëm sepse është një nga mundësitë më të mira të mundshme të qenë ndonjëherë, por gjithashtu ka të bëjë edhe me dashurinë munguar themun. Sidomos peshore që lidhet shumë edhe me ndikimin e madh që ka të bëjnë, për shembull, supozojmë peshore dash, peshore gafore, peshore bricap. Peshore bricap është ajo dhe zheja, sepse ka të bëjë me ndikime të mëdha për anën e pozicionimit të planeteve. Kështu që bini pas, pse lini pas dore. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe me programimin tuaj, kohën tuaj, mundësitë e juaja, kjo do thotë akrepi. Për sa përket juve të shenjës së akrepit, hëna e plot në shigjetar aktivizon për ju çështje që lidhen me ekonominë, sigurinë personale, vetvlerësimin dhe mënyrën se si menaxhoni stabilitetin tuaj emocional dhe material. Kjo është një periudhë që mund të sjellë zhvillime të rëndësishme në financa, në marrëdhënie ku ndikimet janë shumë të mira dhe tepër pozitive. Nëse keni lindur në fund të 10 diçit parë ose në 10 diçën e tretë, përgatituni për udhëtime, sepse bisedimet dhe kohën e duhur që e keni. Shumë akrep gjatë kësaj periudhe do të ndjejnë nevojën të organizojnë mirë jetën e tyre ekonomike. Dhe jo vetëm, sepse ka të bëjnë shumë me disa prej jush ku do të keni mundësinë me një çështje kreditimi ose një biznes shumë të rëndësishëm që e keni, sepse energjia në këtë shenjë, në shenjë shigjetar, shtyn të mendoni më larg dhe mos qëndroni me situatat që ju mbajnë bllokuar emocionalisht ose prisni diçka të re. Por ajo që do të keni shenjën e akrepit, do më shikoni dhe do më kujtoni, jetë të 3-10 diçet, lesa që flitet lart e poshtë ose do përmbyset dynjaja, se nuk ka rri fundi botës se çfarë flasin ose gjëra që nuk ka lidhje fare me realitetin. Duhet jemi me këmbë tokë për atë çka themi. Në anën tjetër, keni edhe ndikim shumë të mirë për sa përket punës, karrierës dhe bisedimeve që do të bëni me persona të tretë. Ajo që nëse keni juve të shenjës së akrepit, keni ascendenten në binjak për shembull, ose keni diçka shejtoke në fushën e dashurisë, ose jeni në kërkim për një shtatzani, keni pasur probleme dhe nuk po arrini dot që të
kurorzoheni, është momenti dhe koha mjaft e mirë tani se një njohje këtë lidhje serioze, një diçka shumë e madhe, është momenti më i mirë i mundshëm dhe shumë gjëra të tjera do të diktojnë, do të ndikojnë në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj, sidomos lidhjet me dëmt të ditës së parë, ujorët të ditës së tretë dhe virgjëresh është koha më ideale e që ndonjëherë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft e rëndësishme, një shenjë që vërtet është fjala e mbasditës së sotme, është fjala e ndryshimit, sepse ky muaj mbyllet me sekrete, me stabilizime, me mundësi të arta që janë shigjetarët. Shigjetarët e dashur, me qenë se ka të bëjnë lidhje me shenjën tuaj, është një nga momentet më të rëndësishme të kësaj periudhe për ju. Kjo ndikon drejt për drejt në mënyrën se si juve i shihni gjërat. Marrëdhënie me të ardhmen, drejtimi që dëshironi të ndiqni gjatë muajve në vijim. Për më shumë shigjetarë të 3 ditësit, kjo periudhë mund të sjellë zbulime, vendime të rëndësishme dhe ndryshime që do të ndikojnë jo vetëm në ditët përreth datës 31 që është sot ose deri në datën 15 qershor. Jo. Kjo ka të bëjë vazhdimsinë, sepse deri në fund do ta shikoni nga tani që domethënë që keni pasur diçka shumë pozitive dhe tepër ideale në ato çka keni, ose do keni punë të re, ose keni pasur disa gjëra që nuk janë realizuar duke duhet, por vjen një moment tani që juve e realizoni edhe keni mundësinë për të zgjidhur çështja problematike, një cikël i ri hapet gradualisht në jetën tuaj. Sidomos nëse jeni të lindur në fund të 10 ditësit të parë dhe fillimit të 10 ditësit të tretë, ka të bëjnë shumë të 30 ditësit, por këta janë më të favorizuar në këtë aspekt, sepse kjo ju shtyn të mendoni seriozisht për dëshirat objektive dhe marrëdhëniet tuaja. Mund të kuptoni më qartë se cilat njerëz ju mbështesin, mundësitë keni të bëni shumë në lidhje me rinovimin e kontratës, lidhje me keni shumë në energji pozitive dhe plane që keni, që mund të lindin mundësi të reja, njohje interesante, diskutime me punën tuaj, me karrierën dhe diçka shumë të madhe që ndodh tani. Nëse ndodheni në një marrëdhënie të rëndësishme pune dhe doni që të merrni dhe i punë të dytë për një arsye, e keni mundësinë tani që mund të sjellin ndikime të mëdha në rrugën për një fillim të ri dhe shumë të shëndetshëm. Në planin profesional, shumë shigjetarë mund të marrin lajme dhe propozime apo mundësi që do të ndihmojnë të shohin më qartë në drejtimin që dëshirojnë të ndjekin. Kjo do të ndihmojë të shohin ndikime të mëdha, mundësi, ekonomi, besimi dhe aftësitë që juve keni. Në çështjet profesionale dhe personale, është koha më ideale që ndonjëherë. Megjithatë, duhet të tregoni kujdes nga lodhja e tepërt, sepse jo vetëm ka diçka shumë të madhe në këtë aspekt, disa përgjigje do të vinë gradualisht gjatë javës që vjen, por mundësitë janë të mëdha në anën tuaj dhe në pozicionimin e planeteve që ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën, ka të bëjnë dhe me ndryshimet e tjera që do të shikoni tani e tutje. Lidhjet afatgjatë që kanë të bëjnë me binjakët e ditësit parë, me peshkët e ditësit tretë, me virgjëresht e ditësit parë, që është perfektja dhe mundësitë të arta që do të keni në vazhdim. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që është mjaft ndikuese edhe pse me vështirësi, por do t'ja arrijë qëllimin. Këta janë britsjapët. Hëna e plot në shigjetar aktivizon për ju sektorin e ndikimeve të mëdha të ekonomisë, të zemrës, të mundësisë, çështjet që emocionet e fshehura, lodhjen e brendshme, nevojën për të mbyllur situatë, por ato të zemrës janë pak a shumë jo ekspozim, sepse keni një njohje, ta keni lidhje serioze ose do keni një fillim të ri, domethënë, një lidhje me të huaj, diçka do ndikohet shumë, sepse britsapët gjatë kësaj periudhe mund të ndjekin nevojën në anën ekonomike financiare për sa i përket kësaj hëne, do të ndihmojnë të shihni qartë gjërat që do të keni kujdes tani, sepse lidhjet që do të bëhen, takimet që do të keni, çështjet ligjore, zgjidhni problemet nga më të ndryshmet. Energjia e shigjetarët ju shtyn të mendoni më shumë për të ardhmen dhe për drejtimin që dëshironi të ndiqni, por paralelisht kërkon edhe pushim, sepse reflektimi dhe ndryshimi, mundësia dhe koha e ardhur që ka të bëjnë në planin profesional mund të lindë një ide e re apo mendime që do të keni. Disa prej jush mund të preferojnë të punojnë më shumë në heshtje dhe larg vëmendjes së të tjerëve, sepse diçka mund të mos jetë ajo që pritet. Një marrëdhënie personale, kjo mund të sjellë distancime në disa problematika që keni pasur sa njerëz të tjerë që mund keni në anën tuaj, por gjithsesi kjo është periudha juaj më e mirë e mundshme, është një periudhë shumë pozitive, është mjaft jo vetëm se keni ndikime, por është momenti më i mirë, sepse pikërisht juve të shehni se
Britçapet është koha juaj për të fluturuar dhe momenti më mirë i mundshëm është më i arti. Çështjet lidhe me anën shpirtërore, lidhe që kanë bëjnë me akrep të ditës së parë dhe binjak është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Hënia e plot në shqiptar aktivizon për ju sektorin e planeve për të ardhmen, kontakteve sociale, bashkëpunime dhe njerëz që luajnë role të rëndësishme në jetën tuaj. Kjo është një periudhë që mund të sjellë ndryshime të rëndësishme në marrëdhënie me miq, bashkëpunëtor apo me njerëz që ndajnë të njëjtët vizion dhe objektiva të reja. Sidomos, nëse jeni të lindur në ditën e parë dhe të tretë, gjithashtu dhe të dytin nga mesi, ka diçka shumë të madhe, sepse shumë ujor, pothuajse në përgjithësi 90%, kanë të bëjnë me ndryshime të mëdha në anën e tyre të ekonomisë, të vazhdimësisë dhe fillojnë një cikël të ri. Energjia, mundësia, koha, periudha që ndodhin fenomenet është një nga planet më afatgjatë dhe më pozitive të qenë ndonjëherë. Dhe kjo do thot për personalitet, kjo do thot mundësi, kjo do thot rëndësi, sepse tregon kujdes dhe pritshmëri. Në anën tjetër, keni një mundësi shumë mirë sepse ndihmon në anën ekonomike financiare, ndihmon në vendime që merrni, në periudhën që keni. Plani profesional dhe personal, maturia, ndryshimi, vendimi, mundësia që keni, sepse është një nga mundësitë më të mira të mundshme tani tutje, ku është një periudhë mjaft ndikuese, rrezatuese për gjërat që do të keni, por mos u shqetësoni fare sepse është periudha ku do të shikoni gjëra të zgjidhen, problematika të mëdha që mund të keni pasur dhe është një moment shumë i artë për gjërat që keni dhe mundësi që do t'ju jepen. Gjithashtu në dashuri, ka të bëjnë përse për këtë ujorë, se ujorët kanë disa mundësi tjera, si kanë për shembull ujor akrep, ujor binjak, ujor luan, është mundësia mjaft e mirë dhe tepër pozitive. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe probleme të zgjidhshme, që janë peshqit. Hënia e plot në shqiptar aktivizon për ju sektorin e karrierës, objektiveve profesionale dhe drejtimin që dëshironi të ndiqni në jetën tuaj. Kjo është një periudhë shumë e rëndësishme, që mund të sjellë zhvillime, vendime dhe ndryshime që lidhen me punën, imazhin tuaj publik dhe mënyrën se si shohin të tjerë, sidomos nëse jeni të lindur në mesjavë, ka të bëjë të gjithë të 3 ditëçet e shenjës së peshqeve, por në mesjavë, fillim javë dhe fund javë, që po ta vini re, të 3 ditëçet kanë indikim fantastik. Dhe kjo do të ketë mundësinë për zgjidhur çështjet nga më të mëdha të pasur ndonjëherë. Dhe kjo e plot ndihmon shumë në anën ekonomike financiare, se shumë pesh do të kenë mundësinë për zgjidhje të problemit, për blerjen e shtëpie, për ato që keni pasur probleme me pasojë palushme, e zgjidhni, një dokument shtetëror e merrni, sepse është koha. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi, sepse nuk është momenti, për sa përket disa personave të ndryshëm që mund keni pasur, për shembull, presupozojmë në anën tuaj, në lidhje me vendime që mund keni, mundësitë që nga ndonjëherë mund të jeni dhe problema, keni pasur. Po shiko, po ta vëmë re në harkun kohor, sepse nga ndonjëherë dhe mund të lidhet me puna të ndryshme. Mund keni pasur, por është momenti tani. Kjo hënë plot të mbani mend, se kur e them gjithmonë, kemi pasur, domethënë, para 7 viteve, një hënë plot si kjo. Do thonë një hënë plot kemi çdo muaj, një hënë plot, një hënë të re. Por në muajt që futet dhe ku ndodh, po ndodh në një ndikim shumë të madh, në shenjë zjarri, që kombinohet me shenjë ajri, që do thotë mundësi, do thotë vazhdimsi, korrektësi nga gjitha anët. Dhe të gjitha gjërat mbi 90% do e shikoni, edhe pse është diçka e turbullt në përgjithësi. Dëgjojmë lajme, dëgjojmë gjëra, dëgjojmë punë e madhe, secili ka vendin e vet, secili përgjigjet, secili mundohet që të jetë sa më korrekt me gjërat e tija, por edhe momenti më i mirë i mundshëm i artë në ato çka keni, por edhe mundësitë që ju avërteton jeta vetvetiu, ku ka të bëjnë dhe me punë, ka të bëjnë dhe me karrierën e ndryshimit të madh që juve keni tani atutje. Mundësitë të arta që ju vijnë, një moment i artë, një kohë e përshtatshme, sepse në përshtatshmërinë tuaj që keni, zgjuarsinë dhe maturinë tuaj, juve do jeni shumë përpara për që në këtë kohë. Nuk e diskutojmë, nuk e vë ndryshim për këtë, sepse jeni shumë pozitiv, jeni real në ato çka bëni dhe do të fitoni. Të gjitha shenjat do shikojnë të ndryshojnë shumë gjëra dhe do të çuditen. Kanë trokitur disa herë
në për dyert e drejtësisë ose në për gjërat e tjera dhe ka thënë që ka mundësi, por do shikoni, do dalim në sipërfaqe me këtë hënë të plot ku ndriçon fushat e errta dhe këto dalin dhe nga do njëherë, po nuk patëm kujdes, ose nga njëherë na merr përpara ajo inatin thojza, ose ajo që nuk është e vërteta, domethënë, sepse juve si peshk keni vujtur shumë. Dhe vjen një moment tani të tretët problemi ose ndryshimi që keni tani, është mirë që t'i bëni për veten tuaj. Dhe është një moment shumë i artë dhe tepër pozitiv. Për sa i përket çështjeve të dashurisë, kjo hënë do ndihmoj shumë për ndarjet që kanë qenë. Ndarjet nga persona të ndryshëm, nga persona që shumë të vegjël përballë jush, shumë të vegjël përballë të vërtetës, mikroskopike do ta thosha, sepse fjalët që thonin ose këta lloj gjërash vini re sa keni juve që keni një gzim, për shembull, e ndani me dikë dhe qellon një huri shtrëmbër aty dhe të prish gjithë atë idenë, të prish atë qefin dhe gjërat që keni dhe thoni përse se unë kam ndihmuar për shembull. Por ndryshëm nuk bëhet i drejtë. Keni parasysh nga jorë këta. Njerëzit të tillë do ketë gjithmonë, kudo që të shkoni. Rëndësi ka që juve të kuptoni që është në fillim. Aty ku do të shkoni, mirë është të mos ta marrin vesh gjithë. Dhe kur e promotoni i diçka që juve e doni kaq shumë, punë është ajo, karrierë është ajo, plane afatgjatë, keni marrë diçka me qera, po mundoni. E gjini një gjuhë të mesme. Se ekspozimi është shumë i keq. Fjala ta dini sepse dikush thot fjalën e rëndë dhe mundohet që ta rregulloj, por nuk rregullohet më. I diçka që është shumë problematik, x, y, ku di unë, është mirë të largosh me lezet. Dhe tjetër kur ta kuptoj do që ka sa bëj sepse nuk fiton dot më nga ti. Prandaj të gjitha këto do fshihen. Doni shtëpi për shembull, bëjeni tani deri në fund të vitit. E kemi thënë që muaji i dytë është perfekt me këtë hënë të plot. Doni për shembull do ndryshoni vendbanim, e keni. Po cilët bëjmë një përmbledhje, ndikimet e favorizimit që kanë bënë, por gjithsesi këto shenja kanë pozitivim më të mirë. Do thosha nëse flasim për peshk virgjëresh, peshk shijetar, peshk shijetar kanë ndikime shumë të mëdha. Po edhe peshk binjak që është një nga mundësitë më të mira dhe koha që ndryshon dhe vendime që merren, domethënë ka të bëjnë shumë në lidhje me çështjet e punës ose sigurisë, domethënë sepse kjo lidhet me anën tuaj, lidhet me ndryshime të mëdha që do të keni tani tutje, kjo nuk diskutohet, nuk vjen ndryshim për gjërat që do të keni. Megjithatë, është një nga mundësitë ose koha më ndikuese, më rrezatuese dhe tepër pozitive, por nëse do flasim për gjitha shenjat, të gjitha shenjat kanë përfitime kolosale, por ata që kanë ngelur pas, kanë pasur probleme nga më të ndryshme dhe mund të më shkruani në inbox, ju lutem, që të kuptojmë pak se do ta merrni përgjigjen pak më vonë, sepse kemi edhe anda angazhime, por mund të shkruani dhe mund t'ju përgjigjemi në lidhje me çështjet që ju mund të keni. Për shembull, presupozojmë, shenjat që kanë pasur probleme, kanë qenë, dhe shikoni dhe vetë ju mund ta shkruani, kanë qenë binjakët, kanë qenë virgjeshët, kanë qenë shigjetarët, kanë qenë peshqit, që për të 30 ditëshën, nuk i hymë 10 ditësha, kanë pas probleme. Vjen një moment tani, me këtë hënë të plot, fshihet nga memoria e tyre dhe futet një diçka e re. Flasim e re, flasim stabilizim, flasim konkretizim, flasim vazhdimsi. Dhe kjo është pikërisht momenti dhe mundësia. Por gjithsesi, nëse do flasim për shembull me këtë hënë të plot, që ka të bëjë kjo hënë e plot është mundësia edhe kur kemi, se kanë qenë me hënë të re problematikat, kanë qenë edhe para 2 viteve me probleme, kur vjen hënë e plot fshihen nga memoria disa gjëra, i rregullohen, i stabilizohen, por kjo hënë e plot është pak më e fuqishme nga gjitha anët, dhe po të kuptojmë, domethënë pak a shumë me 2 fjali
për çdo shenjë që të kuptoni në lidhje me çfarë mund të bëni me këtë hënë të plot. Dashi mund të merret me udhëtime edhe çështje pasurie pa luajshme, ka ndikimin shumë të mirë edhe një ndarje që ka pas mund të bashkohet. Demi si shejtoke ka mundësinë e ndryshimit të punës, ndryshim karriere, ndryshimet ekonomike, mundësi të arta sepse gjëra të papritura mund të ndikohen. Edhe pse një lajm që mund ta marri janë lajme të marrim çdo ditë, po nuk ka vend për të shqetësuar këtu sepse mund të marrë një lajm ndryshe mendon, ndryshe gjykon edhe mund të prishë disa ekuilibra dhe diçka e dytë, por gjithsesi kjo është kalimtare dhe jo problematike. Të palidurit kanë pasur një problem për një fjalë goje, janë prishur, rregullohen. Për ata që kanë të bëjnë me çështjet me jashtë, për shembull, është dokumentacione, kanë mundësi. Binjakët kanë ndikimin shumë të mirë në lidhje me aplikime, dokumentacione, çështje pasaporte, ata që kanë mundësi po të vini re, për shembull juve që jeni në Europë, keni pasur probleme dokumenti, siç është Italia, siç është Anglia, Gjermania, Greqia, ku diun, shihni se si po rregullohen gjërat dhe shumë shpejt akoma. Edhe keni mundësinë për të rregulluar dhe stabilizuar. Gaforret kanë mundësinë e çështjeve shumë të mëdha blerjet ata që merren kanë kontakte me jashtë ose kanë kontrata të rëndësishme lidhje me kontratat dhe blerje të mëdha që mund të bëjnë në lidhje me biznesin e tyre, koha dhe momenti më mirë i mundshëm, stabilizimi dhe gjëra të mëdha që do të kenë tani në tutje. Vazhdimësia është shumë e artë sepse një dashuri e munguar mund ta keni të palidurit, është mundësia juaj, sidomos tani në këtë periudhë deri në fund të korrikut dhe gushtit. Luanët kanë mundësinë e mirë sepse do shikojnë të zgjedh me pasurinë e paluajtshme, mund marrin një dokument shumë të mirë dhe një çështje ligjore merr fund e fitojnë. Një shtatzani është e mundur që të ndikohet shumë nëse e prisni një pasardhës siç është me Luan dhe Ujor. Virgjeresha ka të bëjë shumë me takime rol drejtues, është momenti tani dhe shumë pozitiv. Mos e hezitoni sepse ka diçka shumë të madhe në këtë drejtim. Në fushën e dokumentacioneve është A-ja dhe Z-ja. Peshorët kanë mundësinë dhe kohën e artë në familje për nisë një familje të re ose blerjen e një pasurie të paluajtshme. Nuk e diskutoj, është koha më e mirë e mundshme. Dhe gjithashtu ndryshimet dhe vendimet që mund merren, është momenti më i artë dhe më pozitiv. Akrepi ka të bëjnë dhe me çështjet ligjore penale, marrin përfaqësinë, një gëzim shumë i madh në familje, një dokument ose një padrejtësi që është bërë nga ligji e fitojnë, një çështje pune ose ndryshim vendbanimi nga një shtet tjetër, nga qytet tjetër, kanë mundësinë, kanë shumë gjëra që do t'i rregullojnë, stabilizojnë. Shigjetarët në fushën e dashurisë me problematikat nga më të ndryshme që kanë pasur e zgjidhin. Ndryshimi më i madh që është ekonomia dhe firmose kontrata shumë të rëndësishme dhe një burim të ardhash të dyta është e mundur të zgjidhet. Bricapët në përgjithësi kanë pasur çështje problematike me ligjin, kanë pasur me keq kuptime, prishje kontrate, probleme dhe kjo do të fitojnë të drejtën e tyre, do kenë një gëzim shumë të madh në familjet e tyre dhe një shtatzani është e mundur që zakonisht bëjnë djem në fakt, por është një mundësi ose e prisni do më kujtoni ka diçka shumë të madhe në këtë aspekt. Ujorët duket se kanë mundësinë, rëndësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur problemet nga më të ndryshme që ata kanë, sidomos në çështjet e punës së tyre apo në marrjen me qira për një biznes shumë të rëndësishëm. Është momenti dhe koha. Peshqit kanë mënyrën sepse janë edhe më të privilegjuarit për sa përket kësaj hëne të plot me mundësitë dhe kohën e duhur që ata kanë. E përgjithshmja, përfitime kolosale të gjitha shenjat. Mos e lini pas dore. Kjo varet në individ pastaj për gjërat që mund të doni, por me këtë hënë të plot do shikoni që do mbyllni shumë çështje. Të besoni, është e vetmja hënë në 7 vitet e kaluara. Para se të ndajmë bashkë, nuk kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për bashkimet e jura, kemi atë faqen ros, kur e keni dame një që doni të bëni bashkim me Jorgon se si funksionon kjo hënë e plot në shenjat dhe shtatzani, punë, karrierë, kur shkojmë me përshtatshme ku diun, gjëra sa natyre, në bazë të shenjave të orës të lindjes, neve mund t'ju japim gjëra për këto gjëra. Dhe atëherë mund të klikoni tek astrologu.al dhe më pas mund të shkoni tek sekretaria, dërgoni emailin dhe flasim pastaj në WhatsApp. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt me juve dhe doni të dërgoni një mesazh dhe si mund ta bëni? Kemi këtë butonin këtu. Ndiqni hapat tek astrologu Jorgo Pulla dhe jeni gati për të dërguar mesazh. Unë Jorgo Pulla, mirë takofshim. Gjithë mirat.